Që ky njeri që kriju prej tokës, shkon në varg qëre pas disa viteve, qëre, është tret. Pastaj ju nxjerr juve, Allahun këtë dënja, fëmijë të vegjël. E pastaj dal ngadal, rritni, fuqizoheni, plotësoheni dhe arrini moshën. Jo është pjekurisë, po bëheni burra të fortë. Sepse shot Allahun vazhdim. Thumë min nutfatin, esenca, parimi, baza, fillimi i krijimit juaj si specie njerëzore te Ademi është min turab, prej dhejut. Thumë min nutfatin. E pastaj të tjerë prej një pike uji, e mashkullit dhe femrës. Po që kjo pikë uji prej ku i del, prej trupit njeriut, prej ku i të formohet, prej ushqimeve, prej ku i dalin, prej toke. Pra në mënyrë indirekte, të dhënë jena tokës, bëjt dhejut, dhe jena të kryuan prej dhejut. Sepse trupi jonë, e gjaki jonë, e mishi jonë, e eshtra tona, e indët tona, muskuj tonë dhe këtë që kemi ne, janë të formuara, të kryua për ushqimeve, të cilat e marrën për tokës, e atën për tokë, për dhejut. Kështu që njeriu, krejt njeriu është për elementeve të tokës, me përashtim shti shpirti. I vetë mi shpirti s'ka asë një element tokës, krejt elemente, qaj ka toka, i ka insani. I ka njeriu, sepse është për tina, është për tokë. Pra i kemi kryuar për tokën në mënyrë indirekte dhe mënyrë direkte. Mënyrë direkte zanafilën e juaj. Të tjerë pas Ademit për një pikë të ujit. Për mënyrë indirekte dhe jo. Pra ta thëtë Allah Azza wa Jall, minha khalaqnakum, prej sa ne kemi kryu për tokën. O fiha nu'idukum, dhe në tokë na mjë këthi. O minha nukhrijukum taratan ukhra, dhe prej saj kemi me ju nxjerr sërish. Prej saj kemi kryu. Kjo vlen jo për Ademin, po për këtë njerëzimin, prej saj, prej tokë kemi krijuar, në tokë kemi me ju kthy dhe prej saj kemi me nxjerr. Dhe subhanallahu, që ky njeri që kriju prej tokës, shkon në varg qëre pas disa viteve, qëre, është tret, është bë dhe, është kthy që shka qenë dhe, substancë, e dhejë të bë, qaj trup që ke dërzu me dy dur të tua në dhe, shka në zirë mas disa viteve këqëre, dhejë bë. Shka mas disa dekadave edhe eshtrat ju kanë bë dhe. Dhe, kjo është insani. Pra ju njerëz, ju një të kryuar për dhejot. Poshtë. Dhe kënë start jep me kuptu në parim se poshtë, këtë e ki veni poshtë, të kam, nër kam, ana i këqër poshtë, nda i këqër poshtë, mos e që hunë për pjetë. Dhe s'ki kush kanë, poshtë, dhe kjo ngërthan vetë vetën e vetë, modesti, thjeshtësi, bëni thjesht modest, se që të ki me hi, pe që aty të ki me dalë. Kërkush e si e fundja. Ama bashkë kërkus që nuk je. Në kafsh dikushi, i e falë që ti imani dhe ameleve të mira. Po se pa të këtë iman edhe këto amele të mira, ti je zera të si e kërkush. Kur farë vlerës ki. Pra, ju kemi kryuar ju e ju njerëz, prej dhejut. E pastaj, për një pike, uje. Nga mashkull dhe femra. Thumë min alaqatin, e pastaj ju kemi kryu juve prej një droqke të gjakut, të ngjizur, fazë tjetër e krijimit. Thumë yukhrijukum tifla. Pastaj, pas kësaj faze, këtë cop mishi veshet me eshtra, rritet plotësohet, futet shpirtin te, dhe bje koha me dal dhe del. Thumë yukhrijukum tifla, pastaj ju nxjerr juve Allahun këtë dënja, fëmijë të vegjël. Tifl, sabi, ju nxjerr Allahu. La ilaha illallah. Ja zanafila njeriut. Prej toke, uji, faza, droshke ngjizur e gjakut, hajtajt, i fryti, i hyni shpirti, po lëviz, o plotësu dul, krije se plot, a me vogel, sa në zdin. As din ku kanë, as din ku ka ardhë, as nuk din që ka e pret, as din ku shështë e prit, sa nëz din. Hetë shkur gjanë. Fëmi vogel. Thumë li të blugu e shuddekum. E pastaj dal nga dal,
rritni, fuqizohni, plotësohni dhe arrini moshën, jo është pjekurisë, po bëheni burra të fortë. Nga ana fiziologjike, fizike, arrini moshën e pjekurisë, 40 vjeçare. Ma shumë, ose ma pak, ose të afër. Thumme li tekunu shuyukha, e pastaj, pas kësaj moshë të burris bëhni burra, filloni dal nga dal me u plak. Pra e ka cek 3 faza. Fëmijë i vogël, burr edhe plak. Sepse fillon fëmijë foshnje, nëse ka ymër bëhet burr, thot vetë jam dikushe, tani, masi dhe dikush të fillon më bëha skushi sepse fillojnë më marë të mira që ka dhënë Zotit, dal nga dal, edhe bëhet plak. I ka cek Allah këto 3 faza, te bareke ve taala. Wa minkum men yutawaffa min qabl, por jo të gjithë e arrin këtë faza. Ka për juve, mush mi ndryshu këtë ndryshaj. Nëse ka dikush këtë dënja që thot, unë e prishi këtë sistem, këtë regull, le ta prish, le ta ndërhyn. Ka për jush, për thot i madhe Zot, të cilët ju vdisni përpara këtyne që të seken. Me momentin e ngjizjes të 2 ujrave, pak dit, pak momente, shkaj. Ose o formu, i ka hi shpirti, del. Ose pak para se me lind, del, vdes, abortohet. Ose se të lindi gjallë, 1 orë, 1 javë, 1 muaj, 1 vit, vdes. Ka mundësi vdes pas se të lind, se foshnë si fëmijë. Ka mundësi vdes para se më bë burr, ose para se më bë plak.